Smells good. Kjo që jam me shkanderit. Mbërritëm më në fund. Kjo është dhoma dhe qenë ka shumë e vogël, por është të paktën cute. Pëlqen që ka pasqyrë të madhe, edhe du të filloj të rregulloj disa nga rrobat, po disa i vendosëm, këto janë këmishat dhe kostymet e burrit, që mirë që e kishim këtë gjën, sepse kështu pa do mundësi ti transportonim. Edhe nuk e di ku qenë ka... Is this the Kühlschrank? Kjo do t'jetë. Cute. Qenë ka më i ftohtë ajo borsat e mia që kam marrë me vete. Gjëja e mirë ishte që këto ujë që kanë të freskët realisht edhe ishin in omaggio. Ishin dhuratë nga hoteli, kështu that is good. Unë me qenë se erdha në Paris, mëra këtë çantën që s'ma keni parë besoj se jam pas blerë në Shqipëri, tek një nga dyqanë të përdorave në Laçë në fakt, dhe kam vendosur si çondoli këto dy kuamit të Miraculous Ladybug and Cat Noir, sepse jemi në Paris dhe këta janë simboli i Parisit. Kështu që për kush nuk e di do të shohë Miraculous Ladybug. Unë e shoh në gjermanisht, prandaj jam e lidhur. Okej, këtë dyta it's not good, por si tregova banjën. Kjo është banjoja njerëz. Banjoja është më e madhe se dhoma. Marrim disa minuta në qetësi për veten, për të bërë pak self-care edhe për të kujdesur pak për fytyrën, sepse rruga ishte gjatë, ishin 6 orë dhe nga këto 6 orë 1 orë e gjysmë ishte nga rrethi jashtëm i Parisit për të ardhur në qendër tek hoteli ynë. Edhe këtu po përdor një krem të First Aid Beauty, është një krem që më ka ndihmuar shumë kur fytyra ime ishte shumë acaruar edhe vendosa që ta bëj rutinën e skincare vetëm me 2 produkte. Dhe këtu janë produktet që do më ndihmonin sepse kisha harruar spongjin, kisha harruar heqësin e make-upit. Për fat të keq, ky që më dhan ishte një spongjë për këpucët, sepse ma kishin dhënë gabim, por kur shkova sërish, më thanë që spongjë për fytyrën nuk ishte më. Kjo ishte një nga ato kapuçet e dushit dhe ky ishte seti i heqjes së make-upit. Po shpresoj të ishte produkt. Tani nëse e pat videon e kaluar, ku prova disa nga fustanet të HM-ja, ky ishte ai që fitoi. Nuk mund të them që janë 100% e bindur, por ishte i lezetshëm dhe këpucët janë ato që mora tek Vinted, dukeshin yll me këtë veshjen. Edhe në listën e vendeve të para që do vizitonim, do ishte sigurisht Kulla Eiffel. Herën e parë që isha në Paris me Miersën nuk e vizitova, sepse doja ta vizitoja me bashortin, plus ishte koha e lojrave olimpike dhe ishte çdo gjë mbyllur, kështu që e lash fare. Dhe kjo pamje ishte fantastike. Vendi ku gjithashtu do darkonim ishte Café de l'Homme, që është ky lokacioni shumë i bukur afër Kullës, do të thënë me një pamje në nivel pothuajse të drejtë për drejtë, por që kisha mundësinë që të bëje foto, video, edhe ishte shumë magjike. Ne e shijuam shumë. Siç e dini, nëse jo, unë e kisha parë nga interneti që duke filluar nga ora 8 e darkës deri nuk e di nga ora 11 e 12, Kulla Eiffel fillon të xixëlloj menjëherë sapo shkon ora 8, 9 dhe xixëllon vetëm për 5 minuta. Sot është shtun dita e parë dhe vetme e plot në Paris, edhe më duhet të bëhem gati shpejt e shpejt. Flokët e mia po duken pak kështu si të rëna, duhet kisha marrë shampon e thatë me vete që prap e harrova. Të karakterin kisha plan ta visha, por le të shohim, më duhet të bëhem gati shpejt, po duket që është pak fresk, kështu që vendosa që të mos mërdhif, mos të kap ndonjë grip, edhe vendosa golfin bashkë me këtë kardiganin blu që mendoj që më shkon shumë, por mu desh të merja dhe xhupin me vete sepse ishte fresk njerëz, po të paktën nuk rashi. Edhe detyra e parë e bashortit tim sigurisht është të bëjmë foto tek Louvri, pa të parë disa foto në Pinterest. Nuk mendoj që kanë dalë fix ato, por më ndiqin në Instagram për t'i parë.
Edhe ky ishte Louvri, ju sugjeroj të bëni book ticket nga website-i zyrtar by the way, sepse në booking ishin 2 fishi, nuk e di shumë të çuditshme. Louvri, siç e kisha dëgjuar, duhet më shumë se një ditë për ta vizituar, ishte gjigant. Do thoni ju sa vizituat, shumë pak. Mezi arritëm të orientoheshim edhe pse donim të bënim një vizitë të shkurtër që të mos na humbte dita, sepse sigurisht mund të vim sërish një herë tjetër. Donim të vizitonim pak zonën e artefakteve egjiptiane, duke qenë se për mua do ishte hera e parë, kur ke qenë në Rom dhe ke qenë në Versailles gjithashtu, pjesa e muzeve pak a shumë është e ezauruar, domethënë, se do që unë adhuroj të shoh, po pjesa egjiptiane ishte diçka që unë se kisha hasur më përpara të kulturave të vjetra. Këtu jemi tek e famshmja piktura më e famshme në botë, Mona Lisa, sigurisht ishte e vogël, kishte shumë njerëz që shtyheshin, arritën të bënin disa selfie, edhe me qëra fjala tek fotot, kisha marrë me vete aparatin tim të ri nga Kodaku, që janë nga këto të fotove të çastit, edhe në fakt më duhet të printoj disa foto, me patjetër, kështu që po shkoj ta marr tani edhe të printojmë disa nga fotot më të lezetshme të këtij udhëtimi. Dhe du të them që nuk isha e vetmja turiste me një aparat fotos çasti me vete, e kam parë shumë të turistët aziatik për më tepër, edhe në fakt ka një gjë të bukur të mund të fotografosh edhe ta printosh foton me njëherë, ose mund bësh atë që bëj unë gjithmonë, duke qenë se jam çiksi shumë kritike, zgjedh fotot që më pëlqejnë, që kam bërë me telefon dhe mund t'i printoj lehtësisht nëpërmjet kësaj kamerës. Kjo është Kodak Mini Shot 3 retro kamera, domethënë jep këtë efektin retro, ka edhe këtë imazhin të zakonshëm polaroid të fotove, ku mund bësh edhe një shënim, edhe gjëja ime e preferuar që kur kam nisë, që kam ardhur këtu, edhe kam patur mundësinë të bashkëpunoja me Kodakun, kanë qenë printimet e fotove të udhëtimeve apo të momenteve të bukura të jetës time, dhe do t'ju tregoj pastaj se si e kam bërë pjesë të frigoriferit tim me foto, dhe në fakt më duhet t'i bëj një rirregullim të gjithave, edhe jam pak keq me magnetet, më duhet të gjej disa magnete më të lezetshme. Dhe në description box do të vendos linkun e produktit, por përpos kësaj ka shumë versione të cilat mund t'ju përshtaten, edhe mund të merrni dhe ju një aparat fotos çasti, dhe siç është slogani i fushatës, you can make the moments last with Kodak. Më është gjëja më e bukur. Edhe këtu jemi tek frigoriferi im, vendosa këtë magnetin që morëm nga Parisi, edhe vendosa të shkruaj diçka të thjeshtë tek të foto, dhe do shtoj sigurisht foto që jam me bashkëshortin, ma vendova për privatësi, për ju tregoj vetëm këto fotot e mia. Më pëlqeu shumë si doli edhe ky efekti vintage me këtë bojtushin. Nga kapiti parë. My favorite, nga hera e fundit dhe e parë që pata përsit, the raspberry. Të mja duhet të keq. Ose merrni ato me çokoladë, merrni këto tjetër. Veshën që kisha menduar për darkën e sotme, e harrova në shtëpi, domethënë pallton, kam këtë xhupin, por mendoj që është shumë i bardhë. Dje më shkon me fustajin e bardhë, por sot jo. Dhe dini se më duket se e gjeta zgjidhjen. Do vesh këmishën e burrit. Në qenë se ka veshur kostumin tjetër. I think it matches perfectly. Edhe flokët duhet të them që ky produkt i bëri mrekulli, dhe tani duken plot volum, as nuk i kam krehur më shumë as fare, domethënë i kam bërë me Dyson, edhe here we are. Për çantë, should we go with the Chanel? Disa dallohet këtu. Okej, normalisht që dukem më klasike, apo dhe mini poshet. Duket më elegante. Ja, pak do ta kontrolloj kështu.
Po mendoj që me qenë se kam këtë golfin që ishte jashtë planeve dhe nuk dukem aq klasike, po marr më mirë këtë. Ndërsa këtë do ta lë dhe ndoshta e marr në darkën se dalim pas darkës. Okej. Shihemi atje.